Përshëndetje të gjithëve, sapo përfunduam mbledhjen e Këshillit të Ministrave ku u miratuan një sër projekt ligjesh. Mua më vjen mirë të them që një nga aktet e propozuara në fakt nga Ministria e Financave sot ishte projekt ligji për disa ndryshime në ligjin mbi tatimin mbi të ardhurat, i cili parashikon disa ndryshime që kanë të bëjnë me vendosjen e një drejtësie sociale, por edhe përthithjen e diasporës shqiptare, por jo vetëm dhe të huajve në vend. Konkretisht, projekt ligji parashikon që të gjithë ata shqiptar apo rezident tatimor në Shqipëri, pra shqiptar ose të huaj, të cilat gjenerojnë të ardhura në vende të tjera të botës, të ardhurat e tyre të cilat janë të tatuara në vende të tjera të botës, nuk do të tatohen, janë të përjashtuara nga tatimi në vend. Kjo nisëm dhe ky ndryshim ligjor është një ndryshim i cili shkon në linjë me tërheqjen e atyre pensionistëve të cilët tashmë kanë dalë në pension në vende të tjera të botës dhe vinë dhe vendosen të jetojnë në Shqipëri, duke krijuar atë që quhet ekonomi e argjend. Nga ana tjetër, po brenda këtij projekt ligji ne kemi bërë një rregullim ligjor i cili parashikon që për të gjithë ato persona të cilët janë të verbër, neve do të vijojmë të kemi një përjashtim tatimor dhe do të vijojnë të përfitojnë nga lehtësirat fiskale që legjislacioni në fuqi ka. Nga ana tjetër, si pjesë e mbledhjes së Këshillit të Ministrave, në fakt që prej fillimit të luftës në lindjen e mesme dhe prej bllokimit të kanalit të Ormuzit para një muaji, ne sa herë që Këshilli i Ministrave mblidhet, diskuton mbi zhvillimet më të fundit dhe mbi nevojat që ka për ndërhyrje në lidhje me ndryshimet e çmimeve. Ju keni parë se sa aktiv ka qenë bordi i transparencës në lidhje me përcaktimin e çmimeve të naftës. Neve ditën e dieshme bëm një ulje domethënëse të çmimit, duke çuar çmimin e karburantit në 210 lek të naftës, në vijim të ndryshimeve dhe të marrëveshjes së arpushimit që kishte ndodhur një ditë më parë, i cila u reflektua menjëherë në çmimin e bursës. Në ndërkohë që sigurisht në bazë ditore ne monitorojmë çmimet dhe çdo ditë me qëllim që të garantojmë që çmimet në tabel të karburanteve janë ato që në fakt reflektojnë zhvillimet më të fundit, ne i analizojmë dhe mblidhemi me bazë ditore për të përcaktuar çmimet. Nga ana tjetër, sigurisht ditët e fundit, që nga mesi muajit mars, ne kemi parë një rritje të çmimeve të frutave dhe të perimeve, të cilat kanë ndikuar në shportën e përgjithshme të çmimeve. E vërteta është që në fakt inflacioni në muajin mars shënoi 2.6% me rritje të lehtë, megjithatë kjo kategori, sidomos e perimeve, ka pasur një rritje. Ne që prej fillimit të krizës kemi monitoruar me bazë ditore çmimet në njësi tregtare, qoftë të fruta perimeve, të cilët kanë reflektuar rritje, por edhe të gjithë produkteve të shportës, janë 80 produkte të shportës të cilët monitorohen me bazë ditore në pika shitje në Tiranë, po edhe në qarqe të tjera, dhe në fakt reflektimi rritja ka ndodhur vetëm në këtë kategorinë e perimeve, ndërsa të gjithë kategoritë e tjera të ushqimeve nuk kanë pasur një rritje gjatë kësaj periudhe si reflektimi të çmimeve. Ne kemi filluar monitorimin duke qenë se nga eksperienca e luftës së fundit, luftës së Ukrainës, ne pam në gjithë botën u materializua një rritje e inflacionit, kryesisht e inflacionit të ushqimeve, pasi sigurisht që pjesë përbërëse e kostos së prodhimit janë karburantet, është energji elektrike, të cilat çojnë në rritje edhe të prodhimit të produkteve të bazë të shportës. Dua të garantoj publikun që ky është një shqetësim i cili monitorohet në mënyrë të vazhdueshme qoftë nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, Ministria e Energjetikës, pra çështja e çmimeve, dhe diskutohet në çdo mbledhje të Këshillit të Ministrave, pasi ne padyshim do të kujdesemi që të
të subvencionojmë të gjitha ato shtresa në nevojë, pensionistët apo shtresat në nevojë të cilët janë me të ardhurat të ulta dhe nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve, njësoj siç kemi bërë dhe në të kaluarën. Lufta sigurisht është një luftë e cila nuk është në dorën e Shqipërisë për ta frenuar apo jo. Çmimet janë rritur si pasojë e luftës në linjën e mesme. Megjithatë, ne jemi këtu për të garantuar që pasojat e luftës do të kenë ndikim minimal në ekonominë shqiptare dhe më konkretisht në shtresat të cilat nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve.